autopista, kanë bëjnë me seksin, ndër të tjera, që s'është as pak gjë e pistë, përkundër se njerëzimi nuk do ekzistonte pa veprimet që emërtohen prej fjalëve të shkëlqytura të pista ose vulgare. Pra janë pjesë e thesarit gjuhësor të një kombi. Edhe fjalët pista, të shkëlqytura të tjera. Sepse fjala pista do të thonë ato germa ose shkronja që duke u bashkuar krijojnë këtë fjalë, duhen të hiqen dhe ato nga se ato e kanë thënë që arsyetim idiot, që lidhin dhe ato. Jo, fjalët janë pasuri e një kombi, sepse përbëjnë, ndërtojnë gjuhën e atij kombi. Dhe nëse një gjuha, siç mundohet me shqipen, e një kombi shkalafitet, ndikohet në mënyrë të pamëshirshme nga fjalët e huaja, ndonë se ajo veti ka ato fjalë, për në shqip, ndodh kjo gjë, humbet kombi, fillon edhe humbet kombi. Tani, fjalët e piste, fjalët sharjet janë, ka dhe fjalë zakonshme që shërbejnë si sharje. Po fjalë zakonshme janë gomar dhe sharje. A dhe do ta heqim neve se është dy fjala. Kështu që këtu unë kam krijuar një korpus, siç thonë gjuhëtarët, leksikografët, pra autorët e fjalëve, krijova një korpus, një bashkësi të këtyre fjalëve. Hapa fjalor të më pashëm i gjuhës shqipe, hapa fjalor dy gjuhësh, pra shqip, gjuhë huaj shqip për të parë, që e kanë përkthyer autorët e fjalorëve shqip, gjuhë huaj shqip, që i kanë shqipëruar fjalët, edhe dhe ka fjalë që janë hyn fjalët. Pastaj kam zgjatur veshin për mbas rënies së diktaturës. Si flasin të rinj sot? Çfarë fjalësh përdorin? I kam mbajtur shënim për vite me radhë, mbasi era diktatura, mbasi u shem diktatura, dhe rezultatin e keni në dorë ju tash. Mallkimet janë të vjetra, janë në fjalorët e parë gjuhë shqipe. Janë ruajtur në për bashkësi të vogla, në për fshatra, janë ruajtur dhe përdoren nga moshat e mesme e lartë. Janë inventarizuar të fjalori i Akademisë Shkencave për gjuhën shqipe, janë ruajtur, një pjesë e mirë e tyre. Por, sigurisht, këta gjuhëtarët, leksikografët, psikologët, kanë në dokumenta për gjuhë shqipe që është shumë më e pasur nga gjuha që përdorim ne sot. Ka fjalë që fliten, janë krahinorizmat, fjalë që përdorin një krahin. Madje pash se ose në një kur fjalorët. Këto ka edhe fjalë të një fshati. Pse mos duhen inventarizuar. Këtë punë do ta bëjë Instituti Akademia e Shkencave, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Kanë depozita fjalësh pafund. Njëri më thoshte kanë inventarizuar ndoshta 100.000 fjalë. Qoftë të një fshati, qoftë një krajinë e kështu. Mirë po, zakonisht fjalorët vijnë fjalë që janë më të përdorshme. Po pse jo? E kanë bërë francezët. U lejua kur lindi, u forsua gjuha zyrtare franceze,